Suzana Libesi është invalide prej vitesh dhe çdo ditë është e detyruar të ngjisë shkallët me sforca të mëdha, sepse ascensori i pallatit të saj nuk është vendosur ende. Për të, ngjitja dhe zbritja e shkallëve është një torturë që zgjat prej vitesh. Shoqyshim vorë djalë këto herë, s'kisha ku të rrije. Ju ishet izoluar në shtëpi që asaj periudhe? Po nuk zbraz dot, as nuk hypi dot. Për banorët e pallatit Tesla në lagjën numër 18 të Durrësit, vendosja e ascensori do të ishte shpëtim. Godina 11 katëshe u dëmtuar rënd nga tërmeti i vitit 2019 dhe 4 vite pas punimeve të riforcimit, 2 ascensorët ende nuk janë vendosur. Të hypun 7 kat jam 70 vjeç, si do që të jetë, është e dyta herë që shkoj e vi. Edhe ambulanca të vjet deri këtu dhe s'të hypun lart. As infermieri, as doktori, as tjetri. Kemi 4 vite dhe po torturohemi. Është shumë shqetësim për veprimet e përditshmërisë, veprimet më të vogla, ngjitja e sendeve që na duhet në përditshmëri. Nasilda Likaj është një nga banorët e pallatit që prej muajsh ka nisur korrespondencën institucionale me Bashkinë, avokatin e popullit e të tjerë, për të zbuluar shkaktarët e vonesave të pajustifikueshme, sepse tenderi për vendosjen e ascensorëve në 4 pallate të dëmtuara nga tërmeti është bërë që në maj të vitit kaluar. 3 vite kanë qenë me premtime të pafundme, do vetë vitin tjetër. Ndërkohë që viti fundit ka një të zgjatje jashtë normales dhe jashtë logjikës për sa i përket afateve të tenderimit për vendosjen e këtyre ascensorëve. Unë kuptoj një gjë, në moment që Bashkia e Durrës e ka planifikuar të tender dhe fondet janë, unë nuk e kuptoj se si mund zgjasë një vit kjo procedurë dhe akoma sot kësaj dite ashtu siç e shikoni ju, këtu nuk ka filluar si punim. Jemi me këto problematika që nga nëntori 2019 dhe të bëhet gati 7 vite. Dhe ne më në fund duam që të përfundoj kjo histori dhe ne të kemi një jetesë normale. Durrës Lajm u interesua pranë bashkisë ku mësoi se kontraktuesi për vendosjen e ascensorëve duhet të përfundojë procesin deri në muajin maj. Përmes këtij tenderi me vlerë 28 milion lekë do të vendosen 9 ascensorë në 4 pallate të dëmtuara nga tërmeti. Ndërkohë te kompleksi Jedas që u dëmtua rënd nga lëkundja sismike, banorët kanë paguar nga 1.000 euro secili për të vendosur privatisht ascensorin në mënyrë që të shmangnin vonesat e procedurave burokratike shtetërore.